Përshëndetje zemra të mia akrepa. Mirë se vini në horoskopin tuaj për muajin korrik. Ky është një muaj ku intuita juaj e fortë, forca emocionale dhe pasioni do të ndriçojnë çdo fushë të jetës. Në këtë video do të flasim për gjithçka, dashurinë, paratë, shëndetin, punën dhe ritualet për të tërhequr fatin. Ndizni një qiri të bardhë, merrni frymë thellë dhe le të zbulojmë së bashku mesazhet që yjet kanë për ju këtë muaj magjik. Akrepi korrik 2025. Puna o karriera. Korriku vjen me një fazë rritjeje profesionale për akrepin. Vjet favorizojnë përqendrimin dhe punën strategjike. Nëse ke pasur një projekt të rëndësishëm pezull, ky është muaji për të ecur përpara. Deri në datën 19 korrik, Marsi të jep energji për të luftuar për pozicionin që meriton. Mund të ofrohet një udhëtim pune ose një mundësi bashkëpunimi me një kompani ose person me ndikim. Kujdes pas datës 20 korrik. Tensione me koleg ose me një autoritet. Ftohja emocionale mund të ndikojë në vendimet që merr, prandaj mos vepro me impuls. Dashuria. Akrepi në dashuri, korrik 2025. Energjia e përgjithshme. Korriku vjen me një ngarkesë të fortë emocionale dhe pasionale për ty, akrep. Me ndikimin e Venusit dhe Marsit në pozicione të fuqishme për ty, ndjenjat do të jenë të thella, të sinqerta dhe shpesh të papritura. Ky muaj të sfidon të zbulosh brendësinë e një lidhjeje, dhe nëse është e qëndrueshme, të bën të rilidhesh në mënyrë më të thellë. Akrepat në qift. Javët e para të muajit do të jenë të ndjeshme. Mund të rikthehen çështje të pazgjidhura nga e kaluara ose të ketë mungesë komunikimi. Kjo është periudha më delikate dhe kërkon durim, vëmendje dhe sinqeritet. Nga data 10 korrik, ndihesh më i kuptuar nga partneri, sidomos nëse keni kaluar një periudhë të ftohtë ose të largët. Yjet favorizojnë biseda të thella, rikthimin e pasionit dhe madje plane për të ardhmen. Pas datës 17, marrëdhënia bëhet më fizike dhe intensive. Afërdita ndikon në sensualitetin tënd dhe ti josh me çdo fjalë, gest apo vështrim. Një darkë intime, një udhëtim i vogël ose një risi në marrëdhënie mund të rikthejë atë zjarr që ndoshta ishte zbehur. Kujdes me xhelozin pas datës 23. Nëse ndihesh i paqet, flisni hapur pa akuza. Ke prirje të analizosh çdo detaj, por mos harro të besosh më shumë tek ndjenjat. Akrepat beqar. Ky muaj ka potencial për një dashuri intensive, që fillon papritur dhe të kaplon emocionalisht. Dikush me energji të fortë, ndoshta nga e kaluara ose nga një udhëtim, mund të shfaqet në jetën tënde. Afër datës 14-18 korrik, shfaqet një mundësi për një takim që ndryshon mënyrën si e sheh dashurinë. Mos u mbyll në vetvete dhe prano ftesat që të duken spontane. Disa akrepa do të ndihen midis dy ndjenjave, një lidhje e kaluar që ende ju tërheq dhe një mundësi e re që kërkon hapësirën tuaj. Kujdes me iluzionet dhe zgjedhjet e bazuara vetëm në pasion. Këshilla dashurie për korrik. Mos analizoni çdo fjalë që dëgjoni. Ndjenjat nuk janë gjithmonë logjike. Flisni hapur për nevojat tuaja emocionale. Partneri nuk mund të lexojë mendimet tuaja. Lërini gjërat të rrjedhin natyrshëm. Disa ndjenja thellohen vetëm me kohë. Fjalë kyçe për dashurinë e akrepit këtë muaj. Zgjedh të hap zemrën time me guxim. Jam gati të dua dhe të dashurohem pa frikë. Paratë. Financat janë në stabilitet, por kërkojnë menaxhim të zgjuar. Kjo është koha për të shlyer borxhe, për të bërë një plan investimi ose për të kufizuar shpenzimet e panevojshme. Afër datës 10 korrik mund të marrësh një shpërblim ose ofertë të papritur. Kujdes me mashtrimet financiare ose blerjet impulsive në fund të muajit. Akrepi shëndeti në korrik 2025. Energjia e përgjithshme. Muaji korrik vjen me një ritëm të ndryshueshëm për shëndetin tënd, akrep. Fillimi i muajit mund të ndihet pak i rënduar, sidomos emocionalisht, por pas mesit të muajit gjërat stabilizohen dhe rifiton forcën dhe energjinë. Është e rëndësishme që këtë muaj të përkujdesesh për mirëqenien mendore po aq sa për atë fizike. Muaji fillon me një nevojë për ngadalësim 10 korrik. Ka lodhje të akumuluar nga muaji i kaluar. Mund të ndjesh pagjumësi, mërzi pa shkak, ose rënje të imunitetit në ditët e para të muajit. Rekomandohet pushim, qëndrimi larg konflikteve dhe kujdes me konsumimin e sheqerit apo kafeinës që mund të ndikojnë në nervozizëm. Mes muaji sjell përmirësim dhe rigjallërim 11-20 korrik. Hëna e re pas datës 12 sjell energji të freskët. Fillon një periudhë ideale për detoks të lehtë me lëngje të freskëta dhe ushqim të gjelbër. Aktivitet fizik të lehtë në natyrë, ecje, yoga, not. Më shumë qetësi mendore mund të ndihmojë meditimi ose aromaterapia me vajra si lavandë dhe rozmarin. Shëndeti mendor dhe emocional. Ti je një nga shenjat më të thella emocionalisht, dhe këtë muaj ndjeshmëria do të jetë e theksuar.
Kujdes me ankthin, mendimet negative ose rikthimin e ndonjë traume emocionale që s'është përpunuar. Bëj kujdes të mos izolohesh. Flit me dikë që i beson ose shkruaj ndjenjat në një ditar. Kujdes i veçantë. Shmang lodhjen e tepërt dhe stresin fizik rreth datave 21-26. Ka rrezik për tension nervor apo dhimbje koke. Akrepat që kanë probleme me lukthin, fshikëzën ose zorët, duhet të jenë të kujdesshëm me ushqimet pikante dhe të rënda. Rekomandime për mirëqenie. Pini më shumë ujë, sidomos ujë me limon në mëngjes. Përfshini çajra qetësues si lule kamomili ose valeriane. Hidhni një sy mbi bioritmin tuaj të gjumit. Jepini rëndësi orarit të fjetjes. Një dush i ngrohtë me kripra të detit ose banje aromatike do të çlirojë tensionin emocional. Mantra e shëndetit për korrik. Trupi im është tempulli im. Çdo ditë më përkujdesem me dashuri, qetësi dhe durim. Rituali i muajit. Ritual për qartësi emocionale dhe vendime të sakta. Çdo të martë në mbrëmje ndiz një qiri të kuq dhe shkruaj 3 gjëra që dëshiron të ndryshosh. Fale veten për gabimet të vjetra dhe thuaj: unë kontrolloj fushin time me urtësi. Zgjedh atë që më bën mirë. Djeg letrën në mënyrë të sigurt ose mbaje në një kuti për 7 ditë. Dieta e rekomanduar për akrepin në korrik. Mëngjes, kos me fara liri dhe boronica, një çaj jeshil. Drek, salmon i pjekur ose mish pule, brokoli dhe quinoa. Dark, sup me perime të kuqe dhe hudhër, një gotë ujë me limon. Ushqime që ndihmojnë balancën emocionale: shega, molla jeshile, rushi i zi, avokado. Ditët me fat. Për dashurinë 6, 12, 22 korrik. Për biznes kë karrierë 8, 15, 27 korrik. Për shëndetin 4, 17, 29 korrik. Nëse dëshiron, mund të krijojë edhe një miniatur YouTube për akrepin korrik, një grafik me ditët me fat për Instagram, ose një audio afirmimi për energji të brendshme për këtë muaj. Faleminderit që qëndruat me mua deri në fund, akrepa të mrekullueshëm. Nëse ky horoskop ju ndihmoi ose ju dha energji pozitive, mos harroni të lini një like, të abonoheni subscribe në kanalin tim dhe të shtypni zilen për të mos humbur asnjë video tjetër. Komentoni më poshtë si ndiheni këtë muaj, më pëlqen shumë të lexoj dhe t'ju përgjigjem. Derisa të shihemi sërish, merreni me dashuri dhe besoni në fushinë tuaj të brendshme.